edhe me votë. Këshilli Bashkiak i Devollit ka shpallur qytetar nderi gazetarin Zamir Dule, duke nderuar figurën dhe kontributin e tij në gazetarinë shqiptare. Ky vlerësim vjen pas ndarjes së tij nga jeta 2 vite më parë dhe përbën një homazh për një gazetar që i kushtoi jetën raportimit të së vërtetës, shpeshherë duke paguar një çmim të lartë për profesionin e tij. Historia e jetës së Zamir Dules përfaqëson një shembull të dhimbshëm, por domethënës të sakrificës së gazetarit në mbrojtje të së vërtetës dhe të lirisë së media gjatë një periudhe të vështirë të tranzicionit demokratik në Shqipëri. I lindur në Devoll, Zamir Dule u bë një nga emrat më të njohur të gazetarisë së kronikës së zezë në Shqipëri. Për vite me radhë ai punoi si gazetar në gazetën Koha Jon, në një nga periudhat më të vështira dhe më të trazuara për median shqiptare. Emri i tij lidhet ngushtë me raportimin e ngjarjeve të bujshme kriminale dhe politike të viteve të tranzicionit. Një nga momentet më të rënda të jetës së tij profesionale ishte viti 1997, kur Zamir Dule u dhunua brutalisht brenda ambienteve të redaksisë së gazetës Koha Jon dhe më pas u rrëmbye. Sulmi ndaj tij mbetet një prej episodeve që dëshmojnë klimën e pasigurisë dhe dhunës me të cilën përballeshin gazetarët në Shqipëri gjatë asaj periudhe. Ngjarja u kthye në simbol të presionit dhe rreziqeve që shoqëronin ushtrimin e profesionit të gazetarit në vitet e vështira të tranzicionit shqiptar. Pavarësisht sfidave dhe dhunës u ushtruar ndaj tij, Zamir Dule vjoi të mbetej i përkushtuar ndaj gazetarisë, duke fituar respektin e kolegëve dhe publikut për integritetin dhe profesionalizmin e tij. Me vendimin e marrë nga Këshilli Bashkiak i Devollit, vendlindja e tij ka zgjedhur ta përjetësojë emrin e gazetarit përmes titullit më të lartë vendor, duke e vlerësuar jo vetëm për kontributin e dhënë në media, por edhe për guximin dhe sakrificat e bëra në shërbim të fjalës së lirë. Shpallja e Zamir Dules si qytetar nderi është një vlerësim që shkon përtej figurës së tij personale. Ajo është një nderim për gazetarinë e guximshme dhe për ata që kanë ushtruar profesionin në kohë të vështira, duke mbrojtur të drejtën e publikut për t'u informuar.